Gruaja lavire dhe djaloshi i devotshëm. Në qytet jetonte një grua lavire, e cila dallohej nga bukuria në mesin e grave të qytetit. Kjo grua e dashuronte marrëzisht një djalosh të devotshëm dhe të ndershëm. Ky djalosh në pamje ishte i bukur dhe namazin e falte rregullisht në xhaminë e cila ishte përballë shtëpisë së asaj grue. Një ditë nga ditët e ftoi në shtëpinë e saj, mirë po djaloshi refuzoi pa pikë dyshimi. Ajo tentoi me të gjitha mjetet dhe metodat ta sjellë në shtëpinë e saj, mirë po çdo plan i saj dështonte. Kur e vërejti se çdo përpjekje e saj dështoi, kurse zemrën ja kishte pushtuar dashuria ndaj tij, e vendosi t'i bërë magji. I bëri magji me qëllim që ta sjellë natën në shtëpinë e saj dhe ta bën kryen imoralitet me të. Kur u afrua nata, djaloshi filloi të ndjejë diçka të çuditshme në shpirtin e tij. Diçka tërheqëste të shkonte te shtëpia e saj dhe të shehte. Tentoi të largon këtë ndjenjë, por nuk kishte sukses. Këmbët e tij filluan të ecin vet, pa vullnetin e tij, dhe ta nxjerrin jashtë në drejtim të shtëpisë së saj. Ky djalosh e kuptoi se ku qëndron problemi dhe për këtë arsye i u drejtua prindit e tij dhe i tha: "O baba im, më lidh me pranga." Prindi i tij refuzoi menjëherë, mirë po djaloshi ishte i përpikt derisa e arriti qëllimin e tij. Në fund, babai e mori të birin dhe e lidhi për shtyllën e shtëpisë dhe djaloshi i tha: "O prindi im, mos më zgjedh edhe nëse ta natën kam dhimbje e mundime dhe qaj." Orët e natës kalonin, kurse djaloshit dhembjet ju rriteshin dhe mundimet ju shtonin. Çante ta natën, derisa u afrua sabahu, mirë po atëherë më nuk u dëgjua zë. Kur u afrua prindi i tij, e gjeti të birin se kishte ndëruar jetë. Pasha Allahun, kishte ndëruar jetë në prangat e prindit të vet. Ky djalosh nuk e tradhtoi Zotin e tij dhe Allahu nuk e tradhtoi dhe mbrojti robën e tij. Nga arabishtja Irfan Jahiu.